Jam në sheshin Skënderbej, sheshin qendror Tiranës dhe ndoshta sheshin më të njohur për të gjithë shqiptarët. Është një shesh që ka ndryshuar disa herë pamje, ka ndryshuar disa herë formën, por ka dhe një pikpyetje: kur është ngritur sheshi Skënderbej? Kur e ka marrë emrin Skënderbej? Çudia më e madhe e tij është se është një shesh që nuk është ndërtuar në një kohë, është ndërtuar në thuajse 100 vjet, më pak se 100 vjet, dhe reflekton gjurmët e arkitekturave të ndryshme, gjurmët e arkitekturës osmane, periudhës osmane, me xhamin dhe sahatin, do t'ju shpjegoj më pas një për një, gjurmët e kohës së mbretërisë, me bashkinë apo ministrinë në këtë drejtim që dikur ka qenë selia e kryeministrisë, gjurma e bankës i takon po ashtu pjesës së kohës së mbretërisë, gjurma e Muzeut Historik Kombëtar të viteve të komunizmit, gjurma e Hotel Tiranës në vitet e komunizmit, gjurma e Pallatit të Kulturës nga ana arkitektonike që po ashtu i takon komunizmit, dhe njëkohësisht të gjitha kullat rreth rrotull që boshini që i takojnë viteve të post-komunizmit dhe kryesisht 10 viteve të fundit të zhvillimit të Tiranës. Po cila është historia e sheshit Skënderbej? Kur u hap? Pse u vendos të hapej këtu? Cila është historia e tij? Historia është shumë interesante. Në vitin 1926, mbas firmosjes një marrëveshje ndihme me Italinë, mbreti Zog i kërkoi zyrtarisht qeverisë italiane përmes ministrit të jashtëm të Shqipërisë që të dërgonin një planifikues urban për të bërë një projekt urban të Tiranës që do paguaj nga italianët për të dhënë asaj formën e një kryeqyteti modern. Eksaktësisht këtu ku është sot Pallati i Kulturës ndodhej pazari i vjetër i Tiranës. E gjithë kjo zonë, nga këtu e në drejtim ishte Tirana e vjetër. E gjithë kjo zonë, nga këtu dhe në drejtim nga ana e djathtë, kishte shumë pak të ndërtime. Ndoshta më të pranishmet ishin kazermat osmane, që sot janë dhoma e tregtisë menjëherë mbas syrit Tiranës, dhe teatri i kukullave të sotëm që ishte parlamenti i parë i ndërtuar i nisur nga austro-hungarezët dhe i ndërtuar nga qeveria shqiptare. Një nga planifikuesit e parë që mbriti ishte një prej arkitektëve më të famshëm të Italisë kohës, quhej Armando Brassini, një personazh par excellence i cili bëri një projekt të jashtëzakonshëm për të ndërtuar një pallat presidencial këtu në qendër dhe një bulevard të madh monumental, por ishte aq i shtrenjtë sa dhe Italia fashiste, që ishte e gatshme ta ndihmonte Shqipërinë, ngriti një pikpyetje të madhe dhe deklaroi që Shqipërisë do t'i duheshin ndoshta edhe 100 vjet për të ndërtuar një infrastrukturë të tillë shtetërore. Menjëherë mbas Armando Brassinit, në Shqipëri mbriti një tjetër arkitekt, i cili më vonë u bë dhe senator në Italinë e pas luftës, Florestino De Fausto. Florestino De Fausto hodhi mbështeti idenë e hedhur nga Armando Brassini që Tirana të ndaj mes Tiranës vjetër mas shpinës time dhe Tiranës së re para meje, për të bërë dallimin midis qytetit osman dhe qytetit modern që do të ngrijej. Florestino De Fausto dizenjoi diçka më të prekshme, më normale, një shesh eksaktësisht në këtë zonë, e cila sillte në qendër, pra ky shesh sillte në qendër xhamin dhe sahatin, dhe njëkohësisht një bulevard të gjerë në të dy drejtimet që e ndante Tiranën mes Tiranës vjetër dhe Tirana e re. Edhe ajo që sot njihet si Tirana e re vjen pikërisht nga ky koncept. Çdo gjë moderne do të ndërtojë në këtë drejtim, çdo gjë e vjetër do të ruhej në drejtimin tjetër, por të mos humbur gjurmët osmane të Tiranës. Sheshi Skënderbej filloi të ndërtohej në fund të viteve 20, eksaktësisht në këtë zonë u hoq xhamia e Karapicëve, kalonte një prua, fotot mund t'i shihni, janë shumë interesante, dhe filloi ndërtimi i sheshit, i cili kishte godinën e bashkisë, që sot nuk ekziston më, 2 godinat e ministrive, në fakt 4 godina ministrish, 6 në total, dhe bulevardin që përfundonte në fund te kodrat e liçenit. Ky ishte koncepti i parë i sheshit Skënderbej, që në mos gaboj është hapur rreth vitit 1930-1931. Në qendër të tij ishin 2 godinat monumentale të Tiranës, sahati dhe xhamia. Xhamia ishte ndërtuar nga Etembeu në fillim të shekullit të 19 dhe sahati nisi nga Etembeu në fillim të shekullit të 19. Të dyja ato rreth viteve 1830, mos gaboj, u përfunduan nga i biri i Etembeut. Në atë kohë xhamia e Etembeut ishte një nga xhamit jo më të mëdha të Tiranës, por ishte një xhami shumë e bukur, ndërsa sahati ishte godina më e lartë e Tiranës. Për më shumë se 140 vjet, sahati mbeti godina më e lartë e Tiranës, derisa në vitin 1975 në këtë drejtim filloi ndërtimi i kullës së parë të lartë
nëse mund quhet të Tiranës, që u mori emrin Hotel Tirana. Hotel Tirana përfundoi, mos gaboj, në vitin 1978 ose 79, nisi ndërtoi në vitin 1975 dhe u bë godina më e lartë, e cila e kalonte me disa metra sahatin e Tiranës. Të dyja shinin sheshin Skënderbej. Ndërkohë që në vitin 1932 në këtë drejtim u ndërtua Banka e Shqipërisë, godina ndoshta më e bukur monumentale e Tiranës, e cila u dizenjua nga një arkitekt italian i cili ndërtoi pjesën e parë të bankës dhe la gati projektin për pjesën e dytë, e cila u mbarua thuajse 70 vjet mbrapa, diku 5-6 vjet më parë. Ndërsa në vitin 1959 në këtë drejtim u vendos shëmbja e pazarit vjetër nga komunistët dhe ndërtimi i Pallatit të Ri të Kulturës, i cili u projektua nga arkitektët rus dhe tullën e tij të parë e vendosi Enver Hoxha me Hrushovin, sekretarin e parë të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik. Ndërtimi i Pallatit të Kulturës e mbylli sheshin nga ky drejtim, ndërtimi i bashkisë në anën tjetër kërkoi njëri hapje tjetër. Arkitektët shqiptarë vendosën të shëmbin një nga godinat më të bukura që Tirana kishte, bashkinë e saj, dhe ndërtimin e Muzeut Historik Kombëtar, i cili do vinte paralel me Hotel Tiranën. Ndërtimi i Muzeut Historik Kombëtar mbaroi në vitin 1980, ndërkohë që Hotel Tirana kishte mbaruar rreth vitit 78 apo 79. Këto qenë tre godinat më të rëndësishme të periudhës komuniste që dominuan sheshin. Ndërkohë në vitin 1925, ndër godinat e para që shteti shqiptar ndërtoi para ndërtimit ministrive, ishte Teatri i Kukullave në atë drejtim, i cili u ndërtua si parlamenti i parë shqiptar. Shteti shqiptar mblodhi të gjithë paratë e tij që kishte, pra të gjithë të ardhurat që kishte, sepse nuk kishte monedhë të vetën, për të ndërtuar me buxhetin e parë godinën e parlamentit. Ndërkohë që mbas vitit 1990 filloi një tjetër fluks ndërtimesh dhe vitet e fundit në sheshin Skënderbej ose rreth e Rrotull Thi janë ndërtuar një sër godinash. Ka disa godina të vjetra, si ky pallat atje tutje i projektuar nga Petraq Kolevica, ose këto godina që janë mbas Muzeut Historik Kombëtar, që janë në zonën e restorant Pjacës dhe janë hyrja e rrugës Durrësit, që tashmë është mbuluar. Por mbas vitit 1990 u ndërtuan një sër godinash tjera, nëse mund t'i quaj. E para është kulla në këtë drejtim, që është në fakt një kullë shumë e bukur, që bjen gjithë me gjykatën e lartë. U ndërtua Hotel Plaza ose Maritim Plaza, si quhet tani mbrapa. Këto dy godina që pritet të jenë një hotel dhe një godinë banimi, e cila është identike, vetëm pak më e lartë, me projektin e bërë nga Gerardo Bozio, që ishte planifikuesi kryesor i Shqipërisë. Më pas u ndërtua Hotel Interkontinentali, që pritet të mbarojë, që është në këtë drejtim mbas Hotel Tiranës dhe që ka të njëjtën porosi. Kulla tjetër, e cila ka kokën e Skënderbeut dhe në mos gaboj është e projektuar nga Winnie Mas dhe sjell kokën e Skënderbeut, dhe syri i Tiranës, që është në këtë drejtim, që është ende i pambaruar, po që po vishet në fasad, që është një tjetër godinë e projektuar nga arkitekt huaj. Mbas saj është një godinë në mos gaboj banke, e cila po ashtu është një godinë e pas viteve 90. Sheshi Skënderbej e mori emrin në menjëherë mbas largimit të mbretit Zog, dhe në vitin 1968, me rastin e 500 vjetorit të ndarjes nga jeta të Skënderbeut, u vendos edhe monumenti i Skënderbeut. Sheshi ka një histori me monumentet, ka 4 monumente të ndërtuar. Monumentin e parë ka pasur një monument në përkujtim pavarësisë në kohën e mbretit Zog, më pas u vendos monumenti i Stalinit nga komunistët, në 1968 u vendos Skënderbeu dhe në 1988 në këtë drejtim u vendos monumenti i Enver Hoxhës. Të tre këto monumente u larguan, i vetmi që mbeti është Skënderbeu, që është në drejtimin ku ka qenë gjithmonë, dhe sot në sheshin Skënderbej, në këtë drejtim, është dhe flamuri i madh kombëtar, që në dijenin time është flamuri më i madh që Shqipëria ngre. Kjo ishte historia e sheshit Skënderbej.